Bëjmë kafen turke në aparatin ton praktik dhe unë kam zgjedhur kafe turke dhe sheqer kaf i cili i jep një shije karamel kafes. Pasi hodha masat e dura, i përziej pak dhe do ta mas me filxhan masën e ujit. Këtu kam hedhur për 3 filxhan kafe. I përziej pak ujin me kafen sheqerin. Pasi e vendosa në vendin e vet, është shumë praktik dhe e ndezim këtu. Ky aparat fiket vetë deri në momentin që fillon vlimin, ja ku është ndezur vetëm pika e kuqe në anën e Turkish Cafe, për kafen turke. Ja ku fik vetë, dha sinjalin dhe ja kafja jon fantastike, shikoni pak sa e shishme dhe e mirë ka dalë. Mjafton të zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar dhe ja ku e keni një kafe në çdo orar të punës tuaj. Kushton 20.000 lekë të vjetra, posta në rrethë është 3.000 lekë, në Tiranë 2.000 lekë të vjetra. Për porosim më shkruani direkt në TikTok ose në Instagram.